Na, jo një muj, po edhe me vjetë komonet që ty se qaj vendim s'ka qarë pa ndryshua. Greva nuk bëhet me ilon autobusat dhe me shku me najtë shpia. Dashni të në këforin merni. Bova kia i blokojnë a krejt rrugët, edhe nonën tjetër i këthejnë a për greq. E një evrë si kishëm për autobus, se jo 5 euro. Gjendje luftë u konë, na s'kina vetë kështu. E ke marrë fshatanin për Barilevës, e ke marrë një herë gjysë me prudejnë Prishtinës, se thonë që ta jemi të marrë me taksistat. Për çdo vit jemi të marrë me taksistat. E pash që janë të organizu protest, atje shoferët e autobusave i kanë parku krejt autobusat para komunës në shajnë revolte. Hajde kuptojnë ma shumë atje çka është të ndodhë. Ardhë këto të protesta para komunës së Prishtinës, ku nga sësit autobusat, që shpësheni i kanë rendit autobusat këto, në shenjë proteste kundër komunës. A më nësh me në kallëzu, cili për na falim? A më nësh me në kallëzu ma shumë zëtni për arsyën e kësoj proteste, greve që shpequni jo? Arsyeja e protestës, është se na si na nori me dashje, na konë të punu, pa ata na kanë nori, na kanë tërprej Njugovic, mos marrë në Bërnica të vonë, e na për të arsye jem këtu, se atë që i ka boa stacion, a i stacion nuk më rëndohet dhe asë një institucion. Tash komuna nuk po jo lejon me u fut në qytet. Tash neva aty, thot zbrit një tortë aty. Ku mi zbrit u tortë? Bërnic aty. Po, zbrit një tortë, këthenu thot shko një stacion, edhe pe stacioni hajti prap aty një morë tortë, me që po dyjo. Stacion të autobusit? Po, na këthejmë thot me autobusit, s'ka tortë stacion. Po. Edhe vim aty, Bërnic, po autorit të më të, se du më pagu 2 biletën. Na nuk e pranojme, nuk do të rrikum për greve, deri sot merret vendimi në favor tur. As jeni taku as një herë? Jo, hiç, as dojnë më një, para na thirri, ke edhe këto i sindikatës Kosovës me neve, na tha hajdi ku shku mbrana s'duhet tha so këtu. Që 1, 2, 3, 4 ai kokë. 4 tiketa. 1, 5. Edhe një mbrana. 1, 2, 3, 4, 5. Kur qysh heqin amet, mu jut, qysh, 5 euro taksat, qysh, 5 euro pjallë. 5 euro. Ilegal. Ilegal. Qysh, s'po kem, e një euro si kishëm për autobus, se jo 5 euro. Gjithmonë në jetu konë autobusi Prishtinë për dirë, qysh mi në luë. Gjendje luftë u konë, na s'kina vetë kështu. Hajde tash te komuna të këqyrëm, a mundet me orë një përfatsus me mu? Hajde shkojmë bashkaresht edhe e ki mundësin me ja parashtru krejt kërkesat edhe ankesat, me që deri tash s'pas një mujt me siguru ta kem me të. Këtu na priti luftar Braha, i cili është këshilltari kryetarit komunës së Prishtinës, zoti Përparem Rama. Zoti Braha, të falenderoj paraprakisht që na pranove nzyre me u intervistu. Këtu i kemi përfatësues e autobusave të linjës Podujev Prishtinë, cilët kanë normalisht ankesat e tyre për shkak se nuk po ju lejohet kyçja në linjën prej Podujevës Prishtinë. Po është ai vendim është i papranueshëm. Morën nga Podujeve deri në Bërnicë, me shkarku udhëtarët, me vendim që e kanë shu komuna, për aty të më kthy mbrapa autobus, më shku në rreth Trudës, në autoban, e më shku stacion të autobusave, më këthimi me Boapet, ka autobani më në Trudë, më orë apet në Bërnicë aty, me i morë udhëtarët, e më vazhdu tani për Podujevë. Kjo është një vendim absurd. Kjo i bjen autobusi, ndrem autobus për autobus. Autobusi jo në pengon qytetin, se pengon trafikun në qytet, a autobusi trafikut urban nuk për pengon, a jo ne pengon. Kjo i bjen ndrem autobus për autobus. Edhe kërkesa jo në konë, edhe është e vetme, më në leju e ne e më hinë qytet. Kjo puna e rregullimit trafikut nuk është çështje kompromiseve në mes palëve të interesit edhe biznesit, është çështje e mirëqenies qytetarëve dhe qarkullimit të lirë qytetarëve në qytet. Nuk ka të bëj thjesht veç edhe me qarkullimin, ka të bëj po ashtu edhe me sigurinë. Pjesa e rrugës Zagrebit, e cila përmend, është shqyrtuar nga ekipet tona të mobilitetit. Ajo rrugë ka rrezik potencial për pasagerë që zbresin dhe hipin në autobus, sepse njëra anë e rrugës nuk ka trotuar, nuk ka mundësi as për pritore, është drejt e rrethuar me hekurudhën e Prishtinës. Kështu që paraqet rrezik për jetën, ajo është rreziku për jetën ose jeta e njerëzve është më e rëndësishme ndër gjitha. Në anën tjetër, qarkullimi brenda qytet është i pamundur, nuk mundet më krahasu linjat e transportit ndërurban me linjat e transportit urban.
Kanë qëllime të ndryshme, kanë objektiva të ndryshme, lidhen zona të ndryshme, kanë mënyrë të ndryshme funksionimit. Në trafiku ndërurban e ka stacionin autobusave, e ka pikë kryesore të mbledhjes së gjithë qytetarëve që vinë në Prishtinë, jo të Podujevës, por të gjithë Kosovës. Këta zotit pa të drejtë kur thanë nuk jemi veç Podujevës, janë linjat Podujevë-Prishtinës e Prishtinë-Podujevë, për cilat jemi duke folë. Qytetarët edhe të linjave tjera, Drenasit, Gjakovës, Skaderajit, Prizrenit, nalën stacion të autobusa, nuk hynë në përqendër qytetit. Me bo me Ilon, të gjithë kishin pretendu me hy, sepse të gjithë munden me pru qytetar, edhe Gjilani mundet me pru qytetar, me thonë i kam disa studenta dhe përdu me Ilon të konviktet. Edhe me hy ka konviktet, me Ilon studentat, me i ra qendrës Bill Clintonit, Eshrem Qabej Bill Clinton, e me hy në stacion të autobusa. Qka bohet me Prishtinën mandej? Qka bohet me Prishtinën mandej? Vetëm këto 3 ditë, edhe pse ka greve edhe kanë bloku një në shirit, vetëm këto 3 ditë, mundën e me pas sa ma e lirë ka qenë rruga Gim Ramadani dhe rruga Ushqip. Mirë foli, po na po të mëtojmë se nuk është pas qashtu që po të kjo. Se na i kemë vijat në pe Ministrisë Transportit. Nuk mundet kjo që po të vjenë Gilani vjen ai. Gilani vjen e ka drejtimin e vetë shkon stacion. Edhe na e kemë drejtimin tonë shkojmë stacion, tonë e ka shumë ministria. Edhe nuk mundet më na hje kur donë kjo. Ato i kemë deri 2026, të figuron stacionit e Xhamia Llopit. Na mund që ta kemi bëni marrëveshje pak më ashtu se s'mundet edhe për tetra. Që po të peskarkoj qytetin, nuk peskarkon, po pengarkon duplo. Se një autobus që i bie na, 2 duhet një pas këtë qytetit. Se ta ka 25 ulse, s'mujt të motor, s'mujt si nxen. Edhe treta, që 3 ditë jem ty, që marrë me neve heq, edhe unë i këto shëtë qatër, asë nuk ka najru me shkrim, asë nga ka thirë në takim, se do të më thirë me shkrim, edhe në takim kënë kënë mbojt kjo. Me dhonë në organizacionin tërë, me qysh me zgjedhën problemi. Veç kërë ndorë policia në kanal. E por ata i nga detyrua, pa e në emnu grevën, marrë të, nesë të këmë në emnu grevën. Edhe jem që të. Nuk bëhet dhe të... Ne kemi pas disa herë takim, nuk është e shëndrueshme kjo që nuk i kemi thirrë takim, na i kemi pas disa herë takim, i kemi diskutuar disa herë i kemi diskutuar, jo vetëm me autobusat Shërbonit, për më bërë real para publikut, tregoni që keni pas kundërshtit e para pse kemi transport urban dhe pse kemi bu biletën 80 cent. E keni pas problemin e parë. Keni pas problemin e parë, keni tentu me ndalu të gjithë udhëtarët e fshatrave, Barilevës, Besis, Tenashdollit, Vranidollit, Sharban, të gjithë me i marë ju, mos me i marë transporti urban. Se na i na marë vesh, mirë për edhe të organizacionat tëna. I na marë vesh, që ta sharë këpojt këtë Tenashdollit, i lamë për nuk ata, për nuk kanë drejt më marë rrugë magistrale të asë më zvrit. Ata për marë në stabur. Nëse magistralja eksiston për juve, atëherë rruga urbane eksiston për ata. Nëse na për ja ullojmë juve magistralen, masi po ju, bëjmë debat pak. Me erdhëm për me bo debat. Po bëjmë debat, kjo që lirisht. Kjo i ka dëmtua mas mori. Nuk vjetë gjëna, 80 fshatë komuna po dijes, mas shumë të në Kosovë ka fshatra. 80 fshatra ka bloku që 3 dit, edhe kur nuk vjetë kush më thonë që shpja bojmë. Ata ka në zonësa, ka studenta, ka punëtor, ka nona me thmi, ka tëna. Thot me ilona të shka, se ke gazetarët i pota, 4-5 kompani, televizionit. Aty o një fush, asë ka kur që heqë bëjsh bëturina. Bërnica, e dyta që bëtë kjo. Ligji nuk e lejon aty. Se mas mori vija plota, se kanë që heqë. Nuk u zënë, më qashet e aty. Se aty vija plotër. A vija plotër? Vija plotër. Ta se këtë që kam bënë për qashtu. Shko që ta qite, qite konfotografu, se ja qova plot. Qite erë vija plotë, ka qita bërë, thëtë në orën qite. S'ku zënë aty. A ma rezik për mbonë. Atje vija plotë edhe shiriti me kalu shiritin kretë, a më shku ka shkolla Nobel që une e djath, e ka tretorin, na pe lipën veç me shkarku në unë e djath pe tretorit të thotë, në shkumje të stacionit të autobusva. Aty ka është tretori, është edhe pjesa e parkingut, kjo që po thotë nuk është e vërtet heq, se e ka tretorin, e ka në djath tretorin. Ka kalojnë ata u thorë me dollë qytet? Kalojnë zebra, qysh po kalojnë qytet? Ku i kanë zebrat, lutem, ku i kanë zebrat? Tregom ku kanë zebrat. Ku i kanë zebrat? I kanë zebrat ka të qyreqi. Të qyreqi kanë zebrat krejt i kanë zebrat. Aty më lëshu shkallët e poshtë. Shkallët e poshtë të kërullës. Ato shkallët e poshtë janë ilegale. Ato janë rrezik i madh për jetën e qytetarëve. Ato shkallët e poshtë. Nuk ka rrezik atje me lonë utartë në vit pilot atje? Me linia që i kanë shuë, me kejtje kundërshtim me ligjit. Nëse jemi kundërshtim me ligjin, utarëve, i keni mytë utarë, 80 fshatra, i keni blokuar, ju keni blokuar. O kur që shkuar në bërë, veç pak, sorry. Kur ka pas bërë, me helikopterin shku i kanë zirë, kanë i mungë. Ju i keni donë që a i smutit që i kemë pakon. Ata kanë pagu 5 herë taksi qëfarë.
Që aty, që i mërë të 5 herë ka pagu një me i kom orë sot. Ju se pra ta si interesu heq, po të për një mëjë qëtarë, edhe një po të thëmë. Ju ja keni përzije dorë zatë kryetarit, se janë këtu një 2 vetë që i ka gjota që në aksionarë, hajdo se konvertetua, po të duhet prokuroria më nisë. Se pe i mbroni që ta gjithë. Ja keni dhonë vendimin sa ligjit, më shkuë për si qevë ty. A i sot të shku, pejtë hongërës nga grevin e ndryshojnë, morëm kohë e të tërë. Dhe të vjanin dhe tinë për anin për lapë. A lo të punu për lapë, a ja ke qitë vendimin më shku për si qevë, sot të shkuë. A i një morë me të kursi një morë. Nuk kemi nevojë me bo asë një kompromis, na kemi marrë një vendim i cili është i bazum në analiza. Ata ka unë që ministria shëtë. Vendimi jonë nuk ka nevojë për vendimi jonë nuk ka për përqe për ministrisë. Unë rista që ka je, për i di këtë pusë për që 45. Ty du më thonë përqimi ministria o shoqë, edhe shoqata transportit. Na, jënë i muj, po edhe me vjetë këmë nejtë që ty se qaj vendim s'ka qarë pa ndëshua. Me vjetë këmë nejtë. Na e këra morë gjykatën, edhe për vija që i kërë shua, edhe për të na ketë jënë jashtë liqve. Ju keni njës proceset. Shotra i ke bloku për që një muj që 30 je morë. Na nuk e kemi. E sakat të ordonit ka. Sakat se një kom 5 edhe pa u taksisit. Ata s'dorin për shërin për kova aty. Nëse kemi mytë asë një, asë tuk e kemi plan, jemi për kundrazi, na jemi të koncentrum për jetën e qytetarëve. Ju mundeni dhe e keni të drejtën legjitime, e keni drejtën legjitime. Pse dhe i sa s'ka pagua? Pse dhe i sa s'ka pagua? Dhe i sa s'ka pagua? Jo, e ke marrë fshatarin për Barilevës, e ke marrë një herë gjysë me prudejnë Prishtinë se s'ka pagua? Jo, e ke bo gjamin e lapi që stacion të autobuzave, ke nejtë 20 minuta dhe se ke boa? Jo, mëra, ato janë të dokumentume. Janë të dokumentume. Neve nuk nga ka hup topi, neve nuk nga ka hup topi, absolutisht na jemi të vazhdu, jemi në regull. Personalisht, ta më ndërhy që të Barileva. Unë jam qytetari i Barilevës, me letë njeftim, që? Edhe ta argumentoj, a jemi i Barilevës, a nuk jemi. Do më thonë, bileta 50 euro nuk ka egzistu në Barilevë kur. Bileta u kumë 50 cent për Barilevë, e dona ka operu me bilet 50 cent gjithë. Edhe tash është bileta 50 cent. E vetëm në kam bu... Në ardhur thari i Barilevës me 50 cent e tua, kur mundet me ardhë me 80 cent edhe me shëtit krejt Prishtinën. Vetëm në zhe kam bu... Cilat shotra? Po dirës. Trasta po dirë Prishtinë mahet për i qytyne kompanive private prej 1999 mas luftës. Edhe trasta po dirë Prishtinë është një shambull në rajan që është... Cila është deklarata të trillume? Zvesë Saroja cila është deklarata të trillume, se kur tu e trillume, deklarata. Këtë historinë melankolike që keni punu për 99-ës, keni punu me pare, me rogë, keni pagu, se cili për juve. Nuk keni kontë të hupë, se s'kishet mujtë me mbjetu dhe i sot. Më ndërprej, folë me argumente. Flasë me argumente. Vija në trasë të Podia Prishtinë është një vijë që është shambull e harmonizimit në Kosovë. Që në relacionin Podia Prishtinë, ku janë 33 km plota, ka nisje të autobusve çdo 10 minuta, prej 15 të mëngjesi deri në 23 natës. Ndërsa në linjen që bëhet shtesë për fshatrat që janë Orlan, që dihet prej Luzhanit nalë që janë Orlan 2, ka çdo 5 minuta autobus, prej Xhamis të Llapit nisje për anena, që po thotë zotëria nuk ka pas udhëtarë dhe kena dalë zot. Kjo real është e drejtë. Dy është projekt shumë i mirë, e mbështesëm shumë projektin urban që është bon, është projekt shumë modern, po nuk mundet mu që me inati personale, edhe një analfabet që nuk din që ka është transporti publik. Por tu inate personale veç drejtohë kush me kanë ka inati. Ka një euro gjysh, e din shumë i rrugëtari, e din çdo qytetari i Kosovës, edhe se Prishtina dhe Podujeva edhe pse me vija komunale të ndara, janë dy qytete të mishruara. Edhe e kom thonë në intervistën e kalume, po më dhimet qaj projekt që është shumë i mirë për urbanin dhe urbanin periferikun, që i kanë shti durët dë njerëz të zhët edhe po e prishin edhe qëta. Me qësi farë prallash, ja keni marë 4 euro, s'ja keni marë 4 euro. 25 vjetë janë plota. Këtë interviste shojnë krejt qytetarët e Podijës dhe Prishtinës. 25 vjetë janë plota, në vjen dikush, vetëm një dishminet me jepë, që për shkak të autobusat, kompanive të Podijës dhe Prishtinës ju ka dash një studenti me nalë shkollimin, që se ka pas mirë kuptim, që nuk është bajt babare. Gjoma një njëri që është
me Çka do me thonë kjo, pse studentat s'po mujshë me pru stacion të autobuza, po do të milon të xhamia Allapit, çfarë kuptimi ka, jo, se nuk ja u kanë nol, jetu munu me fol, sikur të kanë nol, hymja në Prishtinë, nuk është e vërtet, absolutisht nuk është e vërtet, hymja jo është nol, të xhamia Allapit, vendalimin të xhamia Allapit, e keni vendalimin kryesor, që është stacioni autobuzave, e keni edhe me rregull të stacioni autobuzave, me marrë me pranu udhëtarë dhe me pagu taksat ndaj stacionit autobuzave, e vërtet? A qenë ka vërtet? A qenë ka vërtet? A jemi të marrë me taksistat për çdo ditë? Kurse se jemi të marrë, për çdo ditë jemi të marrë. Për çdo ditë. Kishë taksistat, lip janë po shkoj. E keni thonë që ta jemi të marrë me taksistat, për çdo ditë jemi të marrë me taksistat. Taksistat e keni shumë. Delni këshirë për çdo ditë jemi të marrë. Policia, na, inspeksione, gjithë e të marrë denime në asetiritet. Këti me marrë prapë, nuk është punë e jona. Ato denime, unë jam qajniri që kam e hirë. Unë e kam e hirë. Se ligjë mbron, si e kum lajmëru grevën, ato nuk pinuj mu. Po jam që se dini as ato. Nëse ke lajmëru grevën, shumë rregull. Nuk pinuj mu denime. Për më mbjetue, arsimi, çdo seni para luftën. Qa do me thonë me dinamikën e qytetit sot, qa do me thonë? Edhe qytetorin, i ka do qytet, apo më le më fol, i kanë do qytetarët në komuna e Prishtinës dhe komuna e Podjevës. Na edhe mësuesat e komunës Prishtinës i kena boj pa pare. Kohën për cilën po flet ti kanë qenë 50.000 vetura në Kosovë të regjistrume. 50.000 krejt. Ti po bën ndrym, autobus për autobus. Që ku jën gazetar, autobus për autobus. Bide pishton edhe 2 autobusat, 2 milion. Çfarë është? 2 milion. Na pe lypën periferi rrugën e Zagrebit, kë po hyn drejt qendrës. Çfarë shkarkimi i qytetit është ai? Kjo që jetu e thonë nuk është e vërtetë. Jo, është e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë. Nëse do me ta argumentu të argumentoj me njerë. E para, nuk pendrojmë një për një autobuzë. Na e kemi autobuzat e transportit urban, të cilat janë të kalu. Dhe çdo ngarkesë tjetër e transportit urban nuk është ndrym një për një. Na autobuzat urban kemi me i fut në gjdo lagje. Në autobuzat urban kemi me i fut edhe në Arbri, edhe në Tasligje, edhe në Velani, edhe në lagjet ku janë rrugis të ngushta. Na jemi të i fut atë autobuzat. Reforma është bo, reforma është të hec, edhe ti me dash tash me hek ato autobuzat se po dërbe hyte nuk bën. Për momentin, autobuzi që vjen pej Bardhoshi, Treshi, që vjen pej Treshi, a i dektena një pikën dhe të Sharband. A i qështu vjen pa autor për djevës. Qysh do një me vepru në kësi rëthona, shambull, nëse vazhdojnë me qëndru, me bloku, e pot një tro komplet, 30 autobusë. Besoj qka ju lejon edhe jep drejt kushtetuta e Kosovës, ta kanë drejt me zbatu. Qka do? Që ju jep drejt kushtetuta e Kosovës, i qdo qytetari tjetër të lirë të Kosovës. Greva nuk bëhet me ilon autobuzat dhe me shku me najtë e shpia. Greva, për ata që e din që shbohet greva, njëri hyp edhe rrin autobus. Po kjo është punë e juja, nuk është punë e jamja. Më falë, veç ta kry. Kjo nuk ka të bëj me ne, greva. Greva lajmërohet në polici. Ne jemi për mirë kuptim. Ne jemi për bashkëpunim, kemi thonë edhe Adite. Ne po e pranojmë rrugën e Zagrebit. Adite që kemi folë. Ne po e pranojmë ku konë Tjegulloren. Po e pranojmë, po vendimi është vendimi i papar, edhe njëtë, flasëm në emën të shoqatës. Me policini kemi reguluar, kemi lajmëru greva, na shkrujnë tiketa, shkrujnë a është institucion, se ti nuk jaj që fillohet me folë me kompetencat policisë, veç folë për të komunës, ato që i autorizumë, edhe u do. Okej, për punë tjera në tjetë, na jem qytetarë, si ti si unë jem të qiti shteti. Ti je me taksat mija që i këmë pagu që 25 jetë të qytynë autobusa të marrë rogën qëto. Ti, sa djarë, je him punë mas 20 vjetë mbi taksën e qytetarit. Unë nuk jam të lu me taksë qytetarit. As me bugjet komunës, po njëm të lu edhe të shkelë mbi bugjetin e kompanisë teme. Ti, vazhdo autobusat kena kalëzuë ditën e parë. Edhe juve, edhe policisë. Ndashi thërë në këforin mërni, ndashi preni, na kur të shohë mas të honës, bova kia i blokojnë a krejt rrugët, edhe nonën tjetër, i krejna për greq, hala nuk është marrë vendimi, bova kia i marrën familit edhe i binat e jo. Janë 220.000 qytetarë tjerë të Prishtinës, në krahasim me juve 20 ose 40 që janë 220.000 tjerë që marrin shërbime prej kësaj komune, që marrin shërbime prej kësaj administrate, që marrin shërbime të transportit urban.
A janë 220.000 taksa pagues që marrin shërbime, të cilët sot janë të përfitu dhe të gëzu shërbime shumë ma drejta dhe ma të mira, për cilat vetë jetu thonë që janë shërbime të mira. Se jemi marrë vesh në takimin e fundit, që na do t'i luftojmë taksit zezën, na kemi minal taksit zezën, dhe ju keni thonë na shkojmë stacion të autobusave, të punujemi, të punujemi. Çfarë aftësie profesionale ke boti çat parking çat në Bërnica, ka mundësime di. Parkingu bëhet prej investimeve kapitale. Po çfarë për momentin nuk funksionon. Kemë drejt me hi, policia po na ndalen me hi edhe me pas shansi që aty, se nuk është hysh për të vijë aty në rrugë. Edhe e dyta, e ke përfshirë dy rrugë magjistrale po do jetë Prishtinë, Mitrovic-Prishtinë edhe autobanin ti. Jo, po nesa mo hi në anë, veç makë, se arro nuk ka buqët. Prej autobanit atë në rrugën. Nesa mo hi anë, mos shpreja pa të qytetit të autobusave. Po, a e kupton që kur don me dal rrugës Zagrebit, edhe po do me hy te rrethrotullimi te Arbria për mi stadium. A e kuptoni që ai rrethotullim është shumë i vogël edhe shumë i ngushtë për me përballu fluksin. A mundeni me tregu qytetarëve, m'fal, masi jeni para intervistave televizionale, ai tregoni qytetarëve të Prishtinës sa autobusa kalojnë prej Llapit hyn në Prishtinë, sa 30 minuta. Çdo 10 minuta 30, sa janë ditë? Në ditë sa janë. Ja, le. Kallzom sa bon. Ja, Qysh me lon. 30 autobusa, çdo 10 minuta. Problemet e autobusat e podrejës. Problemet e interesat personale. Nga sësit autobusat nuk po dojnë me u pajtu me këtë vendim, edhe po dojnë me morë mosa halon ma drastike në post asoj që më thanë ma herët, për me vazhdu protestën deri në plotësimin e kërkesave tyne. Na kena me vazhdu me konë rrjedha me këtë storje, për ndryshe, qëre, ku do që jam unë, jeve te që bekëshyr, veç Telegram nuk kom, do me thonë, Facebook, Twitter, TikTok, siguroni me ma bu follow.